Përshëndetje shkon edhe për çlirimtarin tonë në Gadeçani ku kemi së bashku me Havën Gjevdet dhe Hava Aliçki, por bashkëtarët. I përshëndesim unë dhe stafi i Radio Zërit e Lirë duke ju uruar dëgjim të këndshëm. Faleminderit shumë. Mirsat Gashi, përshëndetje, mirë se na erdhe i nderuar. Po ashtu edhe Njazi Ferizi është bashkë me ne, ku përshëndesim dhe i urojna mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë. Pra, të dashur dëgjuesi, jemi në emisionin e natës. Numri është i hapur, mund të telefononi në +383 48 150970. Shpresoj se po kaloni bukur, shpresoj se çdo gjë po shkon në rregull. Një përshëndetje shkon edhe për Aslan Seferin, ku është bashkë me ne, faleminderit shumë. E kemi këtu edhe Gazmend Bajramin, ku përshëndesim dhe falenderojna si çdo natë që na dëgjon, her pas here edhe na telefonon kur ka kohë, edhe ne i përshëndesim dhe e falenderojna. Nuk e di çka të thamë për ata që thanë panelist, po me të vërtetë unë nuk e kisha lënë fajtor as ata që jetojnë në katon, se për zoten katonarë të mojnë lape, pula, edhe qytetarë të hojnë badihova qfarë mëre, kur për zoten, na. Kështu që mos pritni më pej katonarëve, o shehli, po edhe ata, edhe pse në katon i kanë po kushtet e mira, besa pritojnë, i kanë rregullua burrët, i kanë rregullu shtëpiat, i kanë rregullu çdo gjë që kanë u bë më mirë në katon se në sherr, kështu që nuk dëshirojnë të mojnë bakti. Kam edhe një telefonat, e marrëm telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Aslan, ki shumë zhurum, Aslan. A që ta që më shefi zhurë, la mas pas pjeqës. Okej, përshëndetje Aslan, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta të djalule, ju përshëndes qëllëve emër për emër më dojnë e zemrë. Po që shjeri të djalule? Mirë, faleminderit, mirë jam, mirë po kaloj. Po ti? No, unë e vijë zotë që pa ti që është mas mirë. Në shqyqër që aja më rëndësi. A pa në jetë mirë? Po, super po të gjush. Aslan, qka do të në thuash ti? Brenga jute. Po i valoj për të djalule si unë një i pashkohë, pa bije. Po? I që unë vesë në sena, ti mund më të këthy për gjegje, se mas unë vesë për di shka tëmë. Ti i dëgjuve pare falëset qka na falen, se ishe këto në komente. Atëherë mendimi juaj për qëmimet, sidomos të artikujve ushqimor dhe artikujt higienik që janë, ka një qëmim marramens në Kosovë me i krahazu me të ardhurat atje, apo edhe me qëmimet edhe të ardhurat në Gjermani, për shembull, që jetojnë në vetë. Qata mërmenja, a është e përballueshme për, nështë asë për thamë për gjitha familje në Kosovë, po për disa familje, me qenë se ti vetë jetën katon edhe ke thonë vetë që ti ende e ki mon bakti, e ki lupën. Unë e boj bej pasha lupën. Ti ban bej pasha lupën, inshallah ta lezot i lupën, pse ja, se gjuna dhe ja ka shpirt. Se du barabar me antarë të familjes. Edhe është e vërtet, normal se e dan. Mi qetë 20 litër të amëll, 22 litër të amëll në ditë. Vete mjeli, vete këqyri, jo që s'ka kush, po unë e du lopën, se ja di vlerën, se Zoti ko shumë fale ka kriju, hajvanatin me shërbyjnë sanë. E do pa në kohën, se dojnë lopën, se dojnë delën, se dojnë bëllëjtën, se dojnë thijën, se dojnë pullën të një ku kush kanë gjetë, valloj normal që gjanë. Unë për veti pa flasë të dashta diku në i tokët që di, unë nuk shkoj me rojnë gjamë, pashku me këqër lopën, dhe me thanë në apën e mija, gjumë në amëllë.
A më kuptove shka tash? Po, shumë bukur. A ne apo merr përgjigje për saj? Po, A livrit kryt pak, ha? po vëllai, nga, se për me, dikun e do këtë interesant, veç kur i kruvat shpima njalë që së në më rejin, ma bën me kryja, ka me ka i kruvat trupi. E dikun e do këtë që di, po nga hevanatën e do shumë. Po thet me mija hi, më ban bej pasha grun, e mos ba bej pasha lupën, ruje shuqen o aslan. Po i fëmija hije të ju këtë përljana me gru shkoj të lo për rindarë në këthi këtë pajtohëm, nuk shkoj shpejt. O femja, të gjuve që kur përlohet me gru kjo ka venin e sigurt me shku naher. Po vërdoj, po i në për tëma, me gjëse si në nuk përljam, po atir pa ato, do më thanë dhe shkabe, po me si dhe shikosin dhe gjësë me kesh pa. Mirë, Të gjallule, urna. të gjallule, unë e 1 litër tamë lë pinë me në gjesë këtë qona, në tesëll, fjallë shojtë të poshtë, edhe në bramje, këtë para një gjysore para si me orën gjëmbë, edhe 1 litër rritë të poshtë, pse mos e bo vend jo? Shumë e vërtet është. Shumë e vërtet është. Po për zotën. Me bo me amë, që është e ka kriju i zbavit zot hevanatin, me shërby insonit, e a insonje për bos, valloj, dro me në gjithë në isan, shkas në ka gjithë kur i herë. Një popull që i lëshon rrugën e zotit, ajo nuk on regull. Shërë bre, sa partia bo, sa përlamja, sa kacapytja, sa vërshime, sa breshni, në vendi jone, ku e rahatun. Alo, po i shalaj madhit zot njështë të drejt kryet vendit tonë, atër e gjdo gjë rregullohet. As nuk dihet kush është i madh, as nuk dihet kush është i vogël, lam që të thorë të shku. Po i shalaj, zoti nuk i dënjohet më shumë, se ka dënime dhe më të rënda. Dhe me thonë për shkak të mos pajtime, shumë parti shteti nuk po funksionon ashtu që shkanë qef popullata, si pas teje zoti pas kanë dënu popullin e Kosovës? Dëgjom, unë në fillim të luftës e kum pa që s'është mirë. Unë në fillim të luftës e kum pa që do shkojnë sa më të rëthurë. Se një vend që sa kanë, zërë me kanë, pse gjysa nuk din e gjysa nuk ngojnë, atëre të rëthurën sanët. Nuk e di sa i këtë i kuptu. Jo, në po të kuptojnë shumë bukur, por me qenë se para lufte nuk ka pas shumë qytetar apo popujt Kosovës që kanë pas mundësi të shkollohen edhe të edukohen edhe të kryjnë fakultete. Mas lufte u kanë shumë e lehtë se edhe ka pas, nuk po thamë që i kanë marrë nashta me pare shkollën ose fakultetin, po thami kanë pas mundësit se gati çdo familje, një antar 2, 3, 4 i kanë pas duke punu jashtë Kosovë dhe jashtë trojeve shqiptare në përgjithësi. Do me thonë, ka të shkollun, ka mjek të mirë, ka magjistar të mirë, ka profesorat të mirë, ka gjykatësat të mirë, ka gjithçka me shkollë shumë të lartë. Pse ju si popull nuk po bani të ke fundit protesta masive derisa ju ti heqni këta të pashkollunt, pa këta që s'po din me udhëheq shtetin e Kosovës edhe të vinë pikrisht ata që ju si popull i dini dhe dëshirani të jetë në kryt shtetit Kosovës. Pse aslan? Po ti pari me ndërmarrë në fshatin tanë apo në qytetin tanë me ndërmarrë një iniciativë edhe me thonë dojna me dalë me protestu derisa të bëhet mirë edhe të hiqen këta që kanë qenë që 27 vite edhe të vinë gjeneratat e reja të shkollune të edukune që i din ligjen, nuk janë të korruptune kështu më radhë, tjera. Ndëgjom me vëmendje tërë. Po? Një popull ose populli jonë për shembull, sa ka vujt, i shtypën me shumë vite, me shekuj, si jo me vite. Normal. Edhe me konë këtë gjendje, nuk ka sa më keq.
Po dhe populli ka fajë pse, një popull që sa në rrugë Zotit e në rrugë drejt, ja qënë Zotin një sundimtar, zullumqar që i mundon, nuk i lën rahat, ngrit çmimet, i burgos njerëz e drejt, jo pa drejti, po drejti i burgos. Edhe aty nuk ka ma shport bereqet, nuk ka rahati, nuk ka kënaqësi, se pa dalë para popullit në rrugë Zotit dhe rrugë drejt, Zoti nuk e çon ndjenjë mirë në atë vend, po e çon zullumqarin që i mundon. Po thu Zoti e qanë zullumtarin? Po, Unë kështë shejtani e qanë jashtë i menën e keq ati personi se Zoti nuk besoj që ja qanë popullit e zullumqarin. Po shejtani e ban personin apo personat e ban zullumtar për popull. Qore, shejtani bënu besimtar i Zotit, bënu i drejtë të Zotit, shejtani s'ka shkalip aty. Shejtani plas, ikë aty, së në rrënë se s'ka vend. Kur jemi na vetë fajtorë, shejtani e biri shejtanit, e shejtani mas shejtanit, e bëhet qotë aty. Pa drejtësi nuk ka fuqi, ku ma drejtësia është fuqia, kushte e fuqi në viqi madhe Zot. Shpresaj të vje fuqia, shpresaj të bashkohet populli, të fitan ai më i miri, t'ju plotësohen dëshirat, se më të vërtet kemi qenë qysh e cek edhe ti me shekuj të vujtën, të shtypun, të maltreton, të dhunun, të prejnë, të grinë, të masakron, të burgosun, kështu që sad është përkeqardhje në liri që 27 vite po bëhen të ndodhin këto gjana, po dhe Zoti devedisohet populli, se populli është mbi gjitha. Kur populli është i bashkuar, nuk është i përqarë, mund të arrijë çdo gjë që dëshiron. Dëgjojmë edhe pak e për do prejmë. Orna. Në qofse vendi joni ka njerëz të mirë, edhe ju ka bo pa drejtësia e madhe, a në qofse ka bo në lutjet e i madhi, Zot mi thane, o Zot i madh, mu dha mundësia me luftu ose me kontribu për vend tem, e njerëz të këqi ma hopën mundin, ma hopën fuqien tonë që ma ke dhënë mundësinë me kry punë që shumë mas mirë ti. Aty bëna ki hikan hin hak në punë Allah i njarujt, çdo sen zdogot edhe po krejt. Am këto është këtash? Po shumë mirë, shumë mirë. Apo ja qëlloj ajo? Po qysh jo krejt. Po qa di june qa po ndodh atje poshtë Zotën, inshallah bëhet mirë. Vediseno i keni zgjedhjet shumë shpejt edhe zgjidhni ata që është maj miri për juve. E tani më skoni masanej me thane, o pse na vret rryma, o pse na vret berlogi, o pse na vret tamli, o pse na vret voja. Kështu që vedisano, bashkano, zgjidhni ata që është i mirë për juve edhe kështu, mos të keni mo qa mua anku. Në Kosovë s'ka që të shanë marifet, vetëm zgjedhje, përlavje, kacafytje, shumë parti, edhe jemi ardhë këtë vendin ku nuk duhet me ardhë. Po, e vërtet është, unë të falenderoj nëse s'ki me shtu diçka për fën Aslan. Ja, unë nuk di ma shumë, që unë në qytetarët ju mësu pak me përse s'kom di ti fjalë me thanë. Jalla, po din ball, gajle më s'kish. Po din ball. Unë e falenderoj Zotin për familjet tem di ball, ty punët e mija, derët e mija, hallët e mija. Së më bëhen derët ka shkoj filioni, shka bën filioni, se po punon filioni, inshallah Zot e jep, po punon inshallah Zot e jep. Vish kështu punët e mija në mirë, edhe jam këtë gjendje që jam e falenderoj të madhin Zot për ta natë mija që mi ka dhënë. Faleminderit që na telefonove, faleminderit që bashkëbiseduam, të raj artim mirë vazhdim e dëgjohëm herave tjera Aslan. Kush don me hangër mirë do t'i qyr gjan. Kush nuk don do të qyr. Shumë e vërtet. Natën e mirë Aslan. Natën e mirë, ju përshëndes emër për emër me dorë në zemër, e natën e mirë ka lofti që shumë mas mirë ti. Faleminderit shumë gjithashtu edhe ti. Të nderuar dëgjuese, kishëm edhe Aslan Kastratin, ku e falenderojna.
E kemi tashmë dhe shlirimtarin tonë nga Zvitra, Ferit Feyzullahun, ku e përshëndesëm dhe i urojna mirëseardhje, falenderojna shumë. Po ashtu Sabri Ashari është bashkë me neve. E kemi këtu edhe Isa Kastratin, ku e përshëndesëm dhe e falenderojna edhe një herë të gjithini të përshëndetur emër për emër nga unë, moderatorja juaj Luli Shabani dhe stafi i Radio Zërit e Lirë. E kam telefonatën e radhës ku e marrëm. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se na erdhe vllachko. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma dhe mirë se u gjeta. Po si e vlla, si kalove sot? Mirë ditë pushimi, pak ftëft të konë një dill me dhamë që thëmë na pej. Unë stone e kështu qilu konë i këfjellë të tanë, po ftëft të konë shumë. Një zbrit temperaturat minus. Po mirë, këtu mrena në zetë, është drumë të këna që i dimnit, edhe millën, edhe tana, mu veç bluje, gatuje, rani mos luj. Valla po. Para se ta jap fjalën vllachko do të lexoj një koment se tani po më largohen komentet duke shkruar dëgjuesit e ka shkruar Wilson Prinaj. Luli Shabani vendi jon ka nevojë për një rini të shëndosh që asnjë familjar se ka në pushtet, atëherë shteti hec përpara, me njerëz të ngritur e jo me njerëz lakmiqar të cilët e prunë Kosovën në këtë gjendje sot. Shumë e vërtetë unë thash, por populli ka fajet, shpresoj se kësaj radhe të vëdësohen, por janë të njëjtit njerëz, të njëjtat parti, apet kanë me sharru qashtu Vilsan vallaj. E përshëndesëm edhe Brahim Hysenaj, ku po na përshëndetin nga Italia. Faleminderit Ibrahim, të uroj mirëseardhje sparin mesin tonë duke të uruar argëtim të bukur në vazhdim. Vllachko, çfarë do të na thuash? Ai dëgjove parafalset dhe ti a mund të japësh mendimin tuaj. Atëherë mikrofoni për ju. Po kam thonë atë populli veti ka fojt që është thanë parafalset sa i përket disa gjonave atje se kur shtrejtohen çmimet, në momentin që ngriten çmimet e gjitha produkte, pa marrë parasysh këtë rast ku është tema për produkte të ushqimore dhe higjienike, atëherë do të më rrit edhe paga bazë si në sektorin privat ashtu edhe publik. Po ajo është paga bazë e thirrën që ashtu në ekonomi, edhe ose nëse këtu në gjuhën gjermane këta i thënë rruga mesatare, Mindeslohn që i thënë. Po. Qaja. Të më hona, mirë për në Kosovë kanë ndërë diçka këto mu ma kujtojnë se pak e këna përjetu në komunizmi, se do vjetë dhe pse më konë shumë i ri, po më karo pak me po dhe e di që veç çmimet në hypshin dhe rrugat mershin që ashtu që fort mirë më kujtohet bile kur u ka pas prish këgja fort situata atje kur i mashin rrugat mos me dal me i bon markan atë kohë, një javën tjetër as një shkrepës ose një kuti dohan nuk vike me qatë rrugë. Po ato do më honë do në diktaturë dhe në komunizëm, një po në shtetet demokratike dohet edhe rrugat me esë, më honë më ngritë. Ashtu që është ngritet edhe standardi i jetesës ose ushqimet. Në këtë rast, do më honë është vetë populli fajtor, pa morë parasysh kush do të qoftë atje nalt në qeveri, atëherë do të populli me luftu për interesat e veta jo të pushtetarëve se tonë ata pa morë parasysh edhe deputet, edhe ministra, kryeministra që në konë deri tash deri ky i fundit, edhe presidenta këtë janë milionera. Mirë po populli dihet, po shihet konsht. Që ato nuk e prek këtë ngritjet e çmimeve nuk e prekin as deputetin, as ministrin ose zavens ministrin, kryeministrin, president, po e prek xhepin e popullit, xhepin e punëtorit ose që nënat shtresën e mesme dhe tult çëshnis. Edhe nuk janë pak ata se më paskon që më shumë janë deputet se popull, atëherë nuk kishim pas që më bo mirë, po më shumë në Kosovë janë popull se deputet edhe politikajnë përgjithësi. Kur thamë deputet e kanë fjalën për udhëhes, ata që sot e kanë vëllëq shtetin.
Po, në Kosovë është vend i vogël edhe krejt janë doja, teza, nipa, halla, Pa mo mesa, parasysh. edhe s'po mujnë mi largu ata që 30 vjetë Jo, njëjtit mujnë. janë. Se është e pa drejt nëse ti je presidente edhe unë jam veç punëtor ato dal punëtor i pastrimit në Skeneraj edhe kam pogën veç 200 euro, ti e ki 2000 euro edhe thamë unë jo nuk po dal kundër lulës se motër e jam jo, a i lëllërën që ato unë lëtë hjeki jo, vëlloj motër e jam më në pak edhe ti për mu edhe pak për vejtë edhe bo të man. Ja, unë që ashtu. Thua, unë moj shamit në rast në ruja me boqaret e ti. Jo, nuk ka problem, unë po të kalzaj ti presidente rrogën 2000 euro, plus meditje, plus e ki ato të projat e anesh e fëmijët që janë në shkollë me kërë shtetit, me kërë të presidencës, e plus ato të projat e ki me të ru fëmijën, unë po ho buke langë, për marrë veç ka 200 euro, dhe po ha muatër ty mustanin, jo, valla, atëre, ti muatër e jam ja po, veç unë vlloj jyti, ja. Apo kupton, me që Kosova është e vogël, e krejt janë tafër njënë me tjetërën, atëherë këta që po vujnë, aja shtresa e mesme që thashe dhe ullë, atëherë ata e pas kanë trunën e mëkt krejt. Më stankuhen hes, Luq. Ata nuk po ankuhen, dresa nuk po bojnë, zdo asë një, atëherë do më thonë janë të pajtumit me që ato dhe le të vazhdojnë, atëherë mu nuk unë kam prej kurqë, se unë edhe se shkoj në Kosovë, 10.000 euro me bon rrymë me në ato, unë nëse e shë që nuk muj me pagu, e në voli krejt, edhe me që të 10.000 euro që bon shpenzimet rrymës mu, që shkoj në Turqi, bajnë për shemë, dhe nuk o problem, ish. Nuk kupton, do më thonë, ngritja e çmive e prek banorin e përhershëm Kosovë jo neve mërgjimtarët. Shumë e vërtet është, normal, Ata, normal. unë shumë kum po dhe debate televizive dhe pse nuk jam fort simpatizus i këtyne debate, se ma shumë veç në televizion ato veç janë njerëz të pagunë dhe po mbjellën urrejtje kështu mes popullsisë të tana. Mirë për poshtë një opinionist tha, kur të vinë, tha mërgjimtarët e shohen që shu shtrejtu jeta, këto tha, ata të në kanë me reagu, jo, nuk reagoj. Të në shkoj rri 3 javë ditë, në herë bankia rri 2 javë ose 10 ditë, edhe krejt po bojnë ato asas 30 ditë, jo të plota, kur ata rrinë 365 ditë ato dhe nuk reagojnë, pse unë me reagu? E di pse me reagu. Që ato është, nuk do, këta më duket na shqiptarë gjithë jena mësu me kajt, dikush të me na i kry punë tëna, po kanë kaluar të kohën, se cili do të më thonë me i grah vetë, edhe me vendos vetë për jetën e vetë, tarmën e vetë, kur se cili vendos për të mirën e vetë, atëherë do më thonë vendos e punon për të mirën e popullit, të shtetit. Se shteti është vetë popullit, na nuk e dim, më duket ati e kanë një mendim të gabuar, po mendojnë që shteti janë veç ata që janë pozitat larta udhëheqësit, po duhet me di që shteti është populli, jo udhëheqësit. Na shta në Kosovë kanë ndrysh, e kanë rrotullu troken, Po hizdijet. çashtu do të thash, ata në Kosovë ata mendojnë që shteti është pushteti, se në komunizëm gjithë kanë thënë e kanë përdorur një fjalë tuaj, nuk e di as çfarë gjumë është, hyqëmeti, na është shumë kujë kujtohet kjo fjalë. Po, Një gjumë çfarë fjalë e huaj është, hyqëmeti, hyqëmi, shteti, edhe kanë menduar gjithë që pushteti është shteti, jo, shteti është populli, pushteti janë ata pushtetarë që rrinë atje, që i ka zgjedhur populli vetë. Përshtatava janë zgjedhur çdo 4 vjet në raste normale, nëse nuk ka zgjedhje të jashtëzakonshme, janë çdo 4 vjet populli me po që ka bon dikush 4 vjet që në ka udhëheq, edhe normal se kërkush nuk e din përpara edhe mundësin se qysh udhëheq. Ja japi herë mundësin, po nëse nuk ka udhëheq mirë për shtet, për popull, atëherë mos ja jap herën e dytë. Se a ke po që një fjalë popullore thotë, nëse mashtron herën e parë ta baj halal, veç nëse mashtron edhe herën e dytë kur halal nuk ta bajnë mu. Qaja po më duket që fajtor janë ata popullatët që janë banorët e përhershëm atje,
Edhe le të bojnë vetë, ata pasuet janë vetë, ata tu i bojnë jo na. E vërtet, Çato. shumë e vërtet, pajtohem plotësisht, a ki me shtu diçka vëlla, çka? Jo, më shumë s'kam më shtu kurgjë, më shtu kam boll, po do të pak me u lënë edhe të tjerëve, edhe me kaq unë A, dhash mendimin tem, se cili e ka ato drejtën e vetë, i përshëndes gjithë, pranesh me të live streamet që janë, dhe ju dëshiroj një mbrëmje të bukur në vazhdim. a veç që shtu do më shkua, me na dal fërt. Boll. Po thua? E dile, son të nuk po kam për qef. Okej. Me, Atëherë vllashko, të falenderoj shumë për telefonatën, faleminderit Vërtet. për gjithë shka që bën për dëgjues tan, respekt. Kështu që vetëm të dëshiroj argëtim të mirë vazhdim e dëgjojmë herave tjera. Notën e mirë, çdo të mirë. Natën e mirë gjithë mirë ato to. Pra të dashur dëgjues e kishëm edhe vllaun tim Rahen, e kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi emra ma mirë se na erdhe Vils. Të më fal Isak. Po me konë më bu se ajo bet, po së në buna. Po thua? Jo. Se nuk njëllë e keq. Po si je, o Isak, dhe si kalove sot? Po mirë, vallohen këtë nëme me ju, halo ma mirë. Inshallah gjithmonë je mirë. Isak, ai dëgjove para falsit. Po vallohi pu. Atëherë çka do të na thuash ti? Po pasha zhju të shka me thonë që ke fjollat e çmime, ta në fillim premtëshin, që përmene ti tombin e kushe përmene. Po? Tombin me levoja, shiqere, ta në ka honë si 50% zbritje. Aty është ku 70% ngritje. Për popull absolut që ty mendu kur gjë. Kur gjë që ty mendu. Personalisht veç për veti, për familjet vetë, për karrikat veta. Po, çka sipas teje, kush është fajtor këto? A është populli fajtor që po i voton të njëjtit persona, apo kush është fajtori dhe a ka zgjidhje kjo? Sipas teje po zgjidhje- mendoj. Si mas meje, na jem fajtur populli. Po? Se këta me qënë të shpija. E rete funit me shku me këshu lopën asfaltit. Me sposin çka me bon. Minimu asfaltit se aty me këshu lopën. E aty me qënë generota të reja, të postra. Mendimi jemi. A ka kuadrë Kosova që me të vërtet nëse këta që kanë qenë në pushtet që 26 vite largohen, a ka kuadra që me të vërtet mujnë mi arritë dhe me bë diçka ma mirë për juve si popull, si popullat? Si njerëz që ka djeri që jeton vetëm me një social, me një penzion apo me një pagë të invalidit? Po, këta me mujtë me qënë të lupa asfaltit. Kiem njerëz doktora, magjistra, profesora, kiem gjithë shka generota të reja që bëje pa të bëjnë, pa të garantoj që na qujnë për pora. Për fatë mirë kiem. Po këta s'përshujnë venin. Po për të konë fojt i kiem na. Se këta du të me shku me një këta jak, për ato me largu e me shti kodra të reja. Se kiem bëgë për fatë mirë. Shka dhe me hota është për shemëll 3-4 mandate e votej një njëri, unë. Analitet për mu s'ka bu kur gjo, pse unë me votu ata? Kurse se kun pohojnë kur gjo, asë unë asë dikush tjetër. Shko më rëbur të shpija. Nëse janë venin ati që punën. Nëse janë venin ati që na që përpora. E ju vish grabuj, vish për veti. Ti jem nësë kam luan Kosovë sa dush. Ti mire thua me një social. Në smuj me ku një herë, me shku për natyrat i sociali shka një losë, shka me hongëraj. Po këta që në kaj bujnë menë aty sene. Dhinë të dhera shpizë, gjonët të rejnë, të mushin menën. Nuk i Po e në bojnë... mush menë që ta shpëvën.
Nuk i bojnë men, oj saks ata kanë 2.000 euro rrugën, 2.500 plus me ditjet. Ata nuk e di s'kanë fukaralloke. Jo, jo. E na apet pa mashtruan pagojmë mashtryne. Fukaralloket i kanë ra shkellë me njëherë mas luftë këta qa jënë konë këgjatë zëtë. Vallohi bre, se tash o morë më thonë për telefonin funit asoj si bi prap. Ata janë ku me push në krah, unë me push në krah. Po ata kanë ditë, e unë s'kum ditë se gjë mbjet fëmijën e misën për moj. Se me pas ditë edhe unë, Me të pasardhë mundësia e sak, a kështë vepru dhe ti të njëjtën gjanë, të pasonohesh, të ngritesh, të bëhesh në shtetë diçka, pa më pasysh shka, edhe mos të mendesh për popullin, apo edhe nëse kishe pas mundësin, kishe nejtë kësa, ko që je sad, nuk je milioner, po jeni njeri i thjesht si kur tona që jemi, nuk jenë po shtet, edhe pse të njëjtën gjake bo, pushkën kra, ti pushkën kra, haj. Keni luftu dhët njëjtë për qitë liri që sa të ne egzojme dhe për këtë gjumët të ambel që sa të flasëm. Ju që pa thëmë, po edhe më pa orë mundësia. Më kishë orë morë për vetë veti. As pa unë për familje sem, as për reti tem të nusë, po më kishë orë morë për vetë veti, me bon shka kanë bo këta, e shka e në të bo. Po edhe fëminja dikuj për të të më hongër, ju e vistë metë. Edhe fëminja dikuj për të të më kënëqë. E fëminja ty nëse të vëzitin kjerët 4-5 mjere. E na, lesi dikush shumit e s'kanë edhe kjerë. Po so kam unë me moj fëmin. E këta nuk e di shka në kam menuin. Se që tha slon e porës, aty zoti si ka qu për dreqi. Po vëlla, edhe me di Dreqi të punu për prapë. Zoti për mrapsh nuk ja që menen kërkuj ati kufshën falë, veç kofshin treti. Se edhe slonin e tonin dhe gjuva, aty dreqi ishte me punu për prapë. Se zoti ati kufshën falë për prapë s'punën. As nuk mësën. Për dreqi. Po, vetë i kiem fojë të e ndërume. Shumë e vërtejt o pajtum. Unë edhe parë prom, heqë për më smeton zjedhe, heqë. Në ta zjedhe në vetë vetën. Ose më shku këtë pu, bja të të parlamenti me avzo të jenë. Me fu pisiot e që këtu s'kini shka me li. Me mu shku otra treja. Vëlla zoti dvedisohen, por nuk kanë e votojnë, me qenë se janë të njëjtit persona në parti tash e 25-6 vite, dhe më thome njëherë pas shlirimit Kosovës, janë të njëjtat parti, 99.9% janë të njëjtit njerëz, kështu që s'kanë qka me bon popullë, do të me dalë me edhe votën dikuj sa për sy e faqe, edhe... Heq më smeton. Po jo, se dikuj na ja ka punësu djallin, ja kanë gjitë kërvene atë, dikuj qiken, dikuj grun, dikuj ja ka dhonë një shtall, dikuj një traktar, dikuj ja ka dhonë një banes, oj sa ka ta kanë interesin e vetë, se valla me kom këshin votu mu që s'kam interes. Po pak një natë, ata njerë që i kanë mazveti, po na shumin sa jem t'imo mas t'yune. Se koha si që që pa huti, po për fat, nuk... Na apet shumin sa i mujna. Heq për më smedon me vëtu, heq. Rajti një herë. Bëllë më tash. Raj, desin kanë me rajt, o isa. Shqiptar një zanat mire kanë me rajt, edhe me vjedh, edhe me këqyr pun të halket, e nëzojnë venin e par, për në Evropë e di 100%, ma nej nuk e di. Unë e kërë sëtë musafiri farmeni, e janë nisi për mpytje, unë e hashka pa banë. Allah pa më njëra, më harë në që me me të zotin, për nuk ka pak. Ashtë për sens pa mirët vesh. E për thëmë, tash du me nërru profesionin. Tash du me njës me vjellë. Po pasha zëvët, e më gjekë e mirë, bobe pa bëgjështë më gjekë. Aha. O pasha zëvët e tim simja, ta vishë halo pak, o pësem, dhe kanë më talë gjithë për të ure. Ta se thunë nuk e ki profesionin se ki. Ta du me njës me vjellë edhe me rajtë. O vallohi, tha se unë asë picin.
Ja, valla, nëse nuk e ka prirjen, edhe nuk është i lem për me vjedh, për me shah, për me fy, për me tradhtu, pasha zoten e han bukën me lang, e ha bukën me kryp, me një spec turshi, edhe nuk vjedh, edhe nuk ban gjana që nuk i takan një burre apo një gruja i person, pa marrë parasysh e cilës gjini është. Po, kur e ka rojnë ashtu, nuk ka del. Gjithë kanë thonë nërë dardh, pik dardh. Ja, gjithë. Ah. Edhe atje tash të kene kishe me votu. Kishim pa vetë një plak, thash ati këtu tha drejqen. Ku plak të kuj, tha zgjedh ma njo. Thash të në dy orën zgjedh vetë. Tha se si në fund si në krygjan. Pasha zotën atje s'di ku në votujna. Jo, dhe, e vërtejto, në thash janë të njëjtit njerë, nuk i të kanë e vëtan të njëjtit njerëz janë dhe njëjtët parti, edhe pse partijat nuk kanë lidhje, por bilit pakten të jenë kuadrat e të reja, të shkollune, që din me punu, din me udhëheqe, edhe me shku shteti për para, por me të vërtejto është përkeqardhje, po qa me bëj, sak. S'kem qa me bëj, kështu dohet mu pajtu, edhe populli, kur nuk reagon populli, s'ka qa me bo kërkosh. Une, një shkullë filluar, ka ma shumë s'kom të kryne. Vish bendu, me pas dole, me lyp vota, që shpa dolin këta, e thujt vetë presura, daktura, magjistra. Bendu që unë me një shkullë filluar, me dole, me lyp vota, që shpa dolin këta, mund kishon morë. Një njeri s'ta rrensh një herë. Unë zdi që shki ftyrë, me shku me rrensh edhe një herë. Po këta ftyri kanë bu ka 5 hektarë. A ma shumë. Po. Dhe zotit vëdisuhen edhe ti hapin sytë. Vallohi që ta që i kem që atje, jë. Se kanë thonë gjenerotat e vjetra u kime në rëza nuk të sërë. E vërtejt është, na të sekon edhe ma herët. Cilit që të zhjilët, ta për që të zanon të kanë. Po, më tonë vetëm po vjeni nuti për shtetet tjera që pa kishin me neve si me arush. Që ti po vjeni nuti. Plusë një ta pik armiku i juën edhe e në përcilë s'ka u ka bote na. Ati bon zamra mali. Normal. Aty një bon zamra mali. Se pak e zotë ndërume. Jo, s'ka gjonë, të falenderoj shumë Isak për telefonatën, ishte knasi të roj arktim të mirë, vazhdim me dëgjuhum në emisionet tona të radhës. Notën e mirë, e që bata s'lan kastroti emër për emër, të unë i përshëndes me dy orë zemër. Faleminderit shumë, i nderuar respekt edhe nga ona jonë të fala i babashurtës se dëgjuam. Natën e mirë gjithë mira tonë. Vallë ty u prish ke me to që tash. Ti thash doni tha, më bu mu prish me to pas ke të liu pa. Po? Unë që tash ty fol me ty ke më disparet, të spikë rasti çka bëj ke. Nuk ka gjë, e dëgjova në që po punon diçka, por na jemi gjithë familjarë dhe absolut mos uni keq që unë vetëm ju dëshiroj të kaloni sa më bukur me neve e natën e mirë gjithë mirat. Respekt. Hajde. Respekt e shëndet. Natën e mirë. Natën e mirë. Të nderuar dëgjues, kisëm edhe Isakun, unë të përpiqem të marr edhe një telefonat, kështu që ora ka shënuar 20:05 minuta. Jemi në emisionin e natës ku mund të bëni pjesë dhe jo tashmë kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mimra ma mirë se na erdhe Vilsan. Përshëndetje Lule, për ju ndëgjues të respektuar me dymit tuaj. Vilsan, si je dhe si kalove sa dhe këtë ditë pushimi, këtë vikend me qenë se ti po punon gjatë edhe je çdo ditë në punë. Si kalove sot? Jo, sot një frendet, sot ju morë më shumë me makinë, do guma dimnit i rrëvëllua, një pa strem kështu që më shumë i morë me punë shpis, gruja më da s'ka mo. A pat edhe ju ftafësit e nasët, na ka merdhi, nuk e ka shkri gjithë dite, nuk e ka shkri -7 gradë ka qenë pramë natën të na. Ftaftë është, bile pak para gjysore isha dhe nga henge kom busin e punës atje, se po në 2 puna, e kom një bus të një në kompanie, busin atje shuan është atë hajcunin, për nesër në ora 6 ku shkoj më konë me shkri, po ishte ngri përves, ishte buku shumë ishte ngri, ftaftë është.
Çka me bon? Po dimën është, dimën, Ja, s'ka ja, dimën. vërtet kë muj veç shkaj, ma nuk ka se ani 23 edhe javë ditë edhe veç po hi 90 orë, ma çka pritet veç bura. Vilson, i dëgjuve para folësit me qenë se dhe i shkruve dokumente, çka do të në thuash ti Vilson? Pjesë ku ndëgju Rahimin edhe Isakun shtu në detajisht i ndëgjova. Lule, drejtën më thonë, jena bon dhe na fajnë ne akuzojmë ata pushtetarët atje, po nuk e kanë fajnë ata. Se ata e në ka din ku më prej këto shtresa e ullët e inteligencës, si t'ja nisin prej meje e dekte në ndëgjusën e fundit të që për ndëgjojnë, na bim viktim, jemi shumë njerëz dhimbshëm, po na kushton. Po na kushton. Unë personalisht po flas për 2 zona masivim. E din ju Skënderaj edhe Drenasi se u përplasën për vota. Ladroci dhe Lushtaku. Unë e ku marrë përfundim se kjo është ajo mençuria njerëzit mençur që detën mi këshillu aq mirë. Kapi ju 2 ujë të mlajnë më zveti luajt, populli për i notit jush, ty të voton njëna me 100%, ato me 70% për i notit njëni tjetrit, raportet i kanë edhe matë mirë se sa na në më zveti këtu që jenë. A opton, ajo është mëse vërtet që në shumë raportet e mira i kanë. Po këta shahon para media, mas media, pinë kafe dhe rrinë dhe thojnë, kjo tash merën budalt me ne. Se e kanë ble shtresën, më thonë, e kanë kuptu ata shumë mirë, e kuptu në këtë punë se kush jemi ne. Në qarë pa votu s'kem. Normal që nëse si ti voton, atëherë pse je shtet, ti dush më votu di kanë, pavarësisht. Po problemi është që njerëzit e fuqishëm pe morrin votën, lloj-lloj mënyrash. Me dhunë, me frikë, me pare, edhe me shoqëri. Qysh është e mujt me 8 herë më konë një deputet, 4-5 mandate një deputet. Pse po duf ka më konë gjithë një deputet? Flasim na për deputetet Drenicë, që i kemi Drenicë. Qaja kemi pa hajën që 12 vjetë deputet. Pa jo kur këshyr një meditje, 50 herë shumë më ta vjedhë. Pe din për kanë e kumë fjallët, s'po du me dhonë. Po mi arë mundësia ta vjedhë këtë Skënderajnë bre. A kënë ti qënë kretë sukursor të mërmenje si o cirkus krone. O zonë, nuk kem nevoj për cirkus e mu talti me kërministër, e mu talti me ministër. Ne kem nevoj më prun ligje, projekt ligje, edhe kur ta resht të vëllin, mas më në shu pen. Ne kem nevoj për njerëz të fort, kem nevoj për njerëz të menqur, nuk kem nevoj për analfabeta. Se bollë është Kosova 80% shihet për lule dhe ku kemi ardhë. Çfarë shoqërie kemi se kanë e votojnë me guma? I kap gumën e qënë për pjetë edhe e festojnë me guma të kjerë. Që ta jenë ata, kjo shoqëria jonë. Vilson, ta kësha po një pyetje, pse populli pikërisht a ka pej frike, apo pse populli nuk vedisohet edhe me pa që asgjë nuk është bë për ta, edhe me thos stop. A ka nga frika e këtyne personave që ka gjivite janë për shtetë, apo kanë nga interesit disa personave nuk ka interesit? E kanë kap gjysorin, Lule, e kanë kap gjysorin. Gjysori është komplet i kapëm. Ku kamërën botë ti, nësi je komandant, po t'ja pas ke luftu me shliru venin, a pas ke luftu me uzurpu venin? A upton, pse u bo lufta? Pse u bo lufta? A u bo lufta për shlirim? A u bo lufta për uzurpim? Qysh është e mujt me veç komandant mas komandanti, valla ko luftu. Po mirë më zotni, po ka luftu edhe Isa Kastrati. Ke luftu edhe ti, ka luftu edhe baba jote, tjetri. Pse po duf ka më konë djemë të komandanta drejtora, po duf ka më konë pozitat larta. Okej, je konë komandant për kulëm, për kohën që e ke kry, për kulëm, për punën që e ke bu, po për kulëm as 30 vjetëve, ka kalu koha jote, o zotni. Kem nevoj për njerëz shkollup. Nuk na duhen një njerëzit që nuk din më të adhes kompjuter, nuk ta din asnjë gjuhë të botë, s'kam përfaqëson ai mu. Nëse ai shkon një delegacion të huj, nuk din ai din ai kon njeri Tarakopi ka kryt, Lule. Skënderaj ka njerëz për intelektual. Drenasi ka njerëz për njerëz të mençur intelektual, Klina ka njerëz për njerëz intelektual. Prishtina po ashtu, kemi nevojë për njerëz intelektual. Nuk kemi njerëz për komunista. Shkaja po më hajnë Albin Kurti që 10 vjetë, asaj boni. Me shka duhet më krenu me këtë njeri, me shka?
E ka vafnu lule 1 litër ujë vit në 8 orë, më konë, kushtoj ke 56 cent rrugova. Kurse në Minhen e ki 29 cent lule, 1 litër e gjysë ujë. Shumë e vërtet është, e vërtet është. A kuptojnë mare këta gërnoqat që votojnë, që jetojnë, më falni shprehje që po shprehna du mu shprehje, së ka shumë të ullodhë, shprehje, sukur mizan, bëhet kalit, pak shure, pak bagël, jetojnë, këtu në përëndim, e jetojnë për socialet e vetojnë, rënoft ju. Ma rënash ti herë, kur ti s'ki pare për të është ti mu. Qa po më duhesh mare ti mu. Ne kem nevojë për njerëz ngritën lule. Kem nevojë për intelektual. Marru me budall. Kosovën e kanë ka budall në dorë. Me shkeqar dhe matë madhe bre. Veç këshyren qysh me largu gjysorin, qysh me shantazhu ato, qysh me shantazhu. Ta shantazhon mësusin, ta shantazhon mjekun, ta shantazhon bujkun. Po na mas parti bujst, vllanë ta me ofendojmë. Pse se punën tokën. S'monet ma me punu se duhet me se funcionu njeri, nuk ka qysh me punon. Ko ja ke bon çmimin ti, ja ke ngrit çmimin e naftës, ja ke ngrit çmimin e derivateve, ja ke ngrit çmimin e plera, me shka ka më baj. Me një këtertis nuk pasurosh. Gjevdet Ali që ka i pëthet, sot është 1 euro 1 litër ujë, rrugova. Që a peshon 1 euro. Po, Gjevdet i bashkë pëthet. 29 cent, lule 29 cent e ki në Minhen. Po e di që ashtu me Minhen 70 kilometra e dit njëjtën. Vajnë e deka, javën e kalume e ki pas 1 euro e 5 cent. E vërtet, e kum pa. E kum ble vet, unë e ble vet. Ti e din pse e blej. E di, shumë bukur. Kështu që ta njerëzi jenë bon shumë, një ndërta jenë bon, unë jenë bon një monoton shumë të thirë për gjithë ditë. Po jemi lodhë për kësoj shtresi? Beso që më konë sanë që dalë, e konë veç me kalu pragu nuk e votoj kërkan. A keshe pasë ti thuash nëse dëgjon publik ose uvese me qenë se kemi dëgjuese dhe ne di që kemi shumë jashtë perdeve se domos të nangu. Çfarë këshilla ja kisha dhënë ti publik Kosovës që të vëdësohen? Mos do vota hiç. Absolutisht. Me bojkotu votimet. Të bojkotuan. Me bojkotu votimet drejt që ta han edhe para luftës ma keq mund të Kosova si ka pasur sa Kosovë. Njëjtën gjë tha edhe Isako. Sigurimin e kem pas. Jemi lodh me këta matrapoza. Jemi lodh. 1-2 tash, unë jam fanatik i PDK-s, duhet me mbrojt PDK me fanatizëm. Kanë du me votu për pos Bedri Hoxhës. Kujna du m'ja dhonë t'i votën PDK mas për pos Bedri Hoxhës? Kujna, gjoma t'i mund një njeri që ja vlen m'ja dhonë votën. Edhe se i përparim Gruda, ku ka. 2 vetë. Qa të mërmen, t'ju ja dhonë e bletër dhe lift votën? Ja dhonë ka të muslim votën? Jënë konsumum të njerës. I pja votën të zëzrazë. Po dhe të zëzrazë, më falë. Përret përshëndetje. Po dhe të zëzrazë, heq ma mje si këta sot. Përshëndetje, Ferit. Vish pak, pëse s'jetu në Minhen shtu, letrat azile ka pas fitu. Pse s'letën Minhen me jetu? Se këto ishduft me punu si korona dhe si kur ti, bili ti pak ma shumë se unë, me qenë se unë jam femen edhe nuk mojnë, ndoshta me punu sa ti se dhe kam edhe punë të shpis, po ti punan ka 5-16 orë në ditë. Veç edhe që to. E ata hojnë për zgaqë, me lëk. Lule, edhe shto do me përfëndu. Në vitit 1968 në babën e kom në Gjermani. Kur një jetën e vetë, deja di që ka dalë penzion, kur arbajtslos nuk o konë. Punëtor, bili për respekt që kom da e t'i prindi, do më thonë pistën, të bingën klinik, aje ka menagju ku zbret helikopteri, këto tren, që konë farbajta. E ka pos trunin e këfjell. Vetë jam konë në Gjermani, vlavën, 2 motra, babën, grun, kredit halas ko mujt me bo një shpin klin. Qysh mujtë në tath një komandon të kajtë kjerë 50.000 euro, 60.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, kurse djallë jam hec me bicikull. 8 më tuan ditë punoj. Ta shumë dhe me i votu këta, po flasë me, kërkoj falë që po flasë me këtë zonë. E di që më kritikuar, po së më intereson për kërkan, së unë vetë vetës. Që të s'po të kritika kërkush për kontrazi po të përkrohen. Së më intereson për këta sharlatana, këta jenë sharlatana. Më tha një do marrë më votu, thash po. Tha, me të vërtet, thash po për Zotën.
Ma Albin Kurthi nuk më thash ku mja unë votën. Pagu me 2500 euro vi. Pagu ma biletën. A bëdo Albin ku mja unë votën. Po i du 2500 euro. Që janë këvë që ashtë të përshkaj edhe unë, pasha zotë se ishin shtrajt më shku me. Pagu me 2500 euro, Ja. me aeroplan, shkoj e vi, kujt të më thush ku mja unë votën. Se ku me problem. A jo në marë, për e dhonë 2500 euro bileta, pa do është. Mu bo zgjedhjet. Mu përplas nga familjarët kanë me votu, kanë mas me votu. Mas mu pas njeri lëmëtëri në familje më najtë. Po këta se kanë marrë hallin tonë. Po këta se kanë hallin tonë. Edhe që do më përshtoj. Herën e fund kur isha në Kosovë, këshën hekë sigurimin e kjerit. 30 euro, 50 euro, 10 euro, s'di sa është. Ja, tha, ka hek Albini. Po që ka bo mu njerë se unë nëse shkoj, shamë po marë, në autostrad, ma ka hek 10 euro. Pa shku 1 kilometër, 2 unë e bi 2 gumat i prishit kjerit. E prishit kjerën. Që ka bo muaj njerë që ma ka hek mu 10 euro sigurimin, kur infrastrukturën e kom lëmpë. Që ka bo mu njerë se pa shku në Sërëvik, du të më shku në Vashtrase me lasi nuk shopi loqit. Çfarë njerëm ka boj mu që më kek dhe mu më ban njerë zëtnia, mu më nërëq magistralin, mos më mëra goma në lëq, jo mu, po këtë qytetarët Kosovës, kjo është njerë, atërëm ka bo njerë, si ma ka hekaj mu, për me fituaj disa vota për do rrugaqav, do rrugaqa, ta jenë rrugaq, ta e kanë familje të shkatrume definitiv, ta s'qen njerës. 80% i ki asociala, dim asociale, shkatrume me bashorte, shkatrume me thmi, edhe ngojnë Albin Baba. Para me ndonit tash. Ose Hashim Baba. Ose Ramush Baba. Shtajnë të njerës. Natën e mirë, se u bona nervëz. Se kemë edhe Feridin. Ferid, përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje për ty, përshëndetje për Vilsonin edhe gjithë pranishmit, po dashta me i thonë Vilsoni diçka publikisht. Nëse ka mundësi që ata që jep 2.000 euro, këshërt mund të mi jep një 1.000 euro, se e kom njonit bëjsh një 1.000 euro, e du me i e këqafe se më ka lodha. Ferid nuk ka dhonë kush 2.000 euro. Jo, unë e kuptova. Dhe gjo. Urno. E tash ti po du më të kritiku ty. Po, s'ka problem. Qaj njerësit ka dhonë bëgj, pavarësisht, se s'po di ajo në sendje personale. Duhet më konë falenderus për atë njeri që tu ka gjindë momentin e kes kur ti ki pas nevoj për atë person. Po. Sa i s'ka thirë ty api do me t'i dhonë 1.000 euro. Nëse unë e thras di kanë lule, thëm lule, 1.000 euro po më duhet, do jem mirë njërës tonë jetën që më ka gjithë momentin kritik të amin kur unë kom pas nevoj për lullën apo për Feridin. Po. Kaq, vazhdoj, Ferid, kërkoj falje. Jo, s'ka gja, une. Hajgore po ba në Vilsan, kë problema. Oke, nësë është hajgore, kërkoj falje, Ferid. Kjo tha që i thati 2.000 euro për një vuët, a dhe në të pagu biletën të një kë. Ferid, qka do të në thua është e? Po çka të thamë mas kësaj bisedës, gjitha cilat u cekën edhe gjitha të cilat u thanë, qëndrojnë, po duhet pak me marrë disa gjona me pak me sportivitet. Se fakt jemi lodhë, fakt jemi tanat, por është problemi që i punifmi me njerëz gabushum. Punifmi me njerëz, edhe po afrohëm shumë, po afrohëm nga të njerëzve, cilët me të vërtet nuk ja vlen. Po si do qoftë ne jemi këta që jemi, se njeriu me goj afron dhe me goj largon. Me ran edhe me propavia, se kur të dojsh dikon për interes edhe kur të dojsh dikon me asi, aty po dolin vetë edhe po tregojnë. Është e fjala e vjetër që thujnë mu se vetë se tregon vetë. Vetëm i lypot kohë, çdo kujt në momentet caktume edhe kurdo. Po, ç'a të bëjmë? Ne jemi këta që jemi, edhe duhet vazhdojmë. Unë fare nuk pajtona kur thojnë edhe Vilsoni, edhe Isaku, edhe gjithë kur thanë, nuk bën më votu. Vota është e shajt. Duhet më votu. Pse pe thëm këta? Pse fakt qëndron gjithat këto qëndron që ju thanë, jënë të lodhën, të raskapitun, vetëm gjon ndryshime s'po ka, vetëm njeta po vazhdon. Por prap se prap, në emrin tonë edhe në emrin e tjera ata po bëhat politika dhe po merret politika. Ferid, a bani ndërhyrje kështu?
Po me knasi unë, për ata dhe u fuqa. Nuk thash që s'doj më votu. Kem obligim thash më votu, s'kem çfarë pa votu, por nuk e meritojnë votën tonë, as nuk e meritojnë më dalën vota për këta. Veç një përmirësim atë. Po, s'prish punë, se unë më duket e ka pa unë që thatë, por mos më dalë si që tha dhe Isaku, mos më dalë më votu askush. Shtu ishte. E vërtet është se unë kër I thashe për mendimin tuaj duhet të bojkotohen zgjedhjet, tha po. Po pikrisht për atë edhe unë asje, po s'prish punë, kjo është mendimi tina dhe ka drejt më mendu ashtu, se I besoj edhe këtina dhe çdo kuj që I thët jo, por mos habitëm një gjë. Unë e kam dëgju që sot me siguri edhe shumë prej josh edhe ka pas zgjidhje edhe në Sloveni. Në Sloveni sot është ba një ditë e zgjedhjeve për marrje jetë vetit me smuja të pasherueshme. Deri aty në Zvicër, Vilsoni e din se sa dim duket edhe vajzën e ka atje, për çdo gjë, për çdo sen, për çdo vendim që I merret bëhet zgjidhje dhe bëhen votat. Vetëm zgjidhjet edhe vota është e shajt, vota I përmirëson gjithat. Por tek ne qëndron ajo që e tha Vilsoni edhe gjithë e thanë më herët, që me të vërtet është një klasë politike e cila është problem me ndryshu. Pse është problem me ndryshu? Pse pikrisht e tha shumë bukur e tha, 10-12 mandate, 8 mandate, ka 8 mandate kemi shumë, por ka njerëz që me 12 mandate janë në parlament. Edhe ka njerëz, ka deputet që për 4 vite më radhë asnjëherë nuk e ka marrë fjalën në parlament, as e ka ngritë zanin për asgjë. Po nuk kanë ata lule interes, nuk kanë ata interes, ata kanë interesin e vetë, se rroga e parlamentit një parlamentari ndryshon. Por ata që e kanë fatin dalin pension, ata ndryshon, gjithçka ndryshon, sikur rroga e kryeparlamentarit, se në Kosovë ashtu është ligji. Njerë ti jesh kryeparlamentar, të një jetën ti do të kesh atë rrugë. Dhe pikrisht me ata dhe dalin pension. Këty e kanë këta qëllimin, nuk e kanë këta qëllimin që të mendojnë për klasën e ulët edhe për të varfrit. Kjo është ajo, kjo është një luftë, një betejë mes vetes e ta. Edhe pikrisht ne në opinion, edhe në mediume kur flasin, mushet menja që vetëm boksat s'po kërsasin te këta. Por mos habitëm një gjë, një shkandal tash pequj, publik bëhet, në televizion apo një asi bëhet, për I marrin 10.000, 20.000 klikime, 100.000 klikime. Dhe pastaj vazhdojnë ata jetën prapë edhe ata, se kanë një farë që më thonë një farë një klase bashkëpunuese, mediume politike dhe po vazhdojnë kështu si po vazhdojnë. Po kjo është për keqardhje, pse ku po mbet populli. Gjithë shumica e njerëzve flasin. Shumë bukur e tha dhe Vilsoni kur tha çka më jep mua është 15 euro, se nuk e di sa është 10 euro, 50 euro, 15 euro është për një muaj ditë, 30 euro është për një muaj ditë. E kia atë sigurimin, qëndron ajo që ka ik, qëndron edhe ajo që e tha, I bjen rrugë e pagun për shembull e po aki e bën domin edhe 1.000-2.000 euro, kujt I kërkon? E bën një lloj sigurimi, po ti atë sigurim derisa të marrësh, ti duhesh me harxhu edhe 500 euro, të vrapu edhe të nga deri të rregullojsh diçka dhe të kryesh në ata. Dhe ajo ka, për mua ajo është vetëm një lojë mashtruese, kur gjë tjetër. Fillon sezona, fillojnë zgjidhjet hiqen. Mbaron sezona, fillojnë prapë me pagesë, vetëm është lojë. As gjë tjetër. Këty e mira e smirës është një fshisë të këtyne hershit, se jam këtu fshisat tash moderne që janë dalur, po me ramet. Ramet, lun goja të lun. Me thupra thane edhe më të hi prej më të madhit deri më të voglën. Bile në parlament edhe pastrusit më pas njeri mundësi edhe ato I kishë ndryshu. E lemu deputet e kryeparlamentarin. Shif, krejt bota qohët në kam, edhe lypin intelektual, lypin profesor, lypin akademik, t'ju japin edhe t'i zhvillojnë edhe t'hecin për para. Ku janë profesor tanë, ku janë akademik tanë, ku janë intelektual tanë?
Ka arë mundësia, ty, mua, po nisë tash me ty edhe me vetën, Lule. Ka arë mundësia ty dhe mu, Lule, unë edhe ti tash ty shpremi, erë tërë, mire keq flasin për ata. Pse ka arë mundësia çdo kush me tregu vetën, si mençurin, si budallakin. Por kohën e fundit, edhe vitën e fundit, më shumë jemi të folë budallaki se sa gjana me të vërtet reale që duhen. Për Zotin, ju betohem në tokë e në qiell, bota është të kesh me ne. E lema gjithat. Shife Shqipëria ku arriti. Shqipëria dhe mrena vitit 2027, 100% edhe le të futët në Evropë. Me gjithat ata, ku jemi ne? Prej vendeve të Ballkanit më shumë t'i ka ba edhe ka plotësu kushtet për futjen e Evropës Shqipëria. Duhet marrim mësim, që ka të keqe të marrim mësim nga gjanat e mira. Me të vërtetë është për keqardhje, nuk e di pse, por sidoqoftë që parëzit e ndëgjuar, se dia kanë ndëgjuar me siguri dikush për ndëgjuesve, u lajmet i këshirum, thanë prej nesrit komuna e Prishtinës është bllokume, autobus që i ka lokal do t'jesin mbyllën se s'kan pagesa. Kurse tash mas një gjysore, një ore, dul ministri i financave, tha, është problemi tyne se unë pagesat ja ku bëhen ditën e premte. Shifti. Krejt këto loja, krejt këto gjana po bëhen, ti mu, unë, ty. Kush kujna pja ka më shumë i natë dhe kush kujna afare s'merren me problemet aktuale që i prekun njerëz të përditshëm. Unë kërkoj falje se mora pas kohë. Jo, s'ka gjë, vetëm e kemi të përshëndesëm edhe Cen Laushën e kemi në panel. Mirë se na erdhe vendas. Përshëndetje më Malule, përshëndetje Ferit, përshëndetje Beson. Përshëndetje, mirë se erdhe. Ju uroj një mbrëmje të mirë. Faleminderit vendas. Vendas i dëgjuve parafalësit, po i dëgjuve edhe Vilsunin që në panel edhe Feritin çfarë do të na thuashte, mendimi juaj. Po, i ndëgjova edhe këta, edhe ata më herët, jam i pajtimit edhe unë me to gjona, por dishta dhe një, unë për Feritin edhe për Vilsunin, kush pja u mundëson këtyne edhe a i njoftëm partit dhe që tash na, si po i votojna. A jem na si pja u mundësojna këtyne me rajt, me modalavere, ne popli? Po, unë jam i mendimit se po. Edhe një, po du me lidhe dhe një me politikë. Pse gjithë kjo buj u bon, u maru ura atje. E pse nuk u hap ura që ka qenë ura gjithmonë aty? A do më të përgjigja, apo do më ndëgju? Jo, Kë boni pyetje, jepja përgjigjen Vilsan. Se në urën e Ibrit nuk ka pas mundësi të bëhet manipulimi edhe keqpërdrim edhe hajni. Kurse atje i ardhë mundësia dhe vetëm për këto. Ale, a është lirimi që kë? A është edhe herë? A është lirimi i Mitrovicës, si po dojnë, u shliru Mitrovica nga Armin? Ta ashtë do të me pyet ata që e festojnë me goma. Ata kanë shliru. E qëta, po. Edhe për me festu, edhe pronari, edhe ai pun krysi cili ka kry urën, e keni dëgjuar intervistën e tina. Po. Ai ka tregu shumë të gjona ai ka tregu reale dhe të vërteta. Kështu që ai ta ka dhënë përgjigjen edhe ty edhe mua dhe çdo kuj. Po. E që kjo po du me thonë edhe unë se këtë na duhet me do në zjedhje, duhet me votu njërin të cilët i njofëm gjithë. Mirë po, edhe si e cili e ceki edhe Vilsuni ma herët, t'ja u shojmë i rinis, mos t'ja u imponojnë në rinis, mos t'ja u shtimë në kry partit, jo voto këtë parti, jo voto këtë parti. Po voto cilin dush, voto njërin e punës, njërin që i puno për vend tonin.
se ne jem të prish edhe rinin tonë se e kem një rini shtush, që nuk e ka kërkosh. Mendimi jam. Sen, Ah. edhe Wilson edhe Lule. Nëse më lejoni 2 minuta nuk do të zgjati më shumë. Fal. Për herë të parë publikisht dulën klasa politike aktuale dhe kjo qeveri dulën tash para se të shpërndahet parlamenti, dulën edhe thanë duhet me i votu këto ligje se kemi gati 1 miliard euro janë duke na prit për me i fut në buxhetin e Kosovës. 6 vite, 4 vitet plota, plus 2 vite ishin më herët, kur njëherë nuk dulem publikisht edhe me pranu edhe më thonë që jemi nën sanksione, kemi këto probleme, kurse tasht kur u duft në momentin e fundit, dulen edhe thanë, kemi nevoj për këto lek. Kjo për mu tregon shumë qka edhe tregon me të vërtet sinceritetin edhe punën edhe mendimet edhe veprimet e tyne se si jemi dhe ku jemi. Pse? Pikrisht është ajo sinceriteti i tyne. Pikrisht janë ato mashtrimet edhe propagandat e tyne me 100 euro, 20 euro, 10 euro, të e dhanë edhe ato. Çdo nane, çdo motre, çdo vajze që jepët për fëmi është në rregull, unë jam dakord, pak janë 20 euro, pak janë 30 euro. Ne i marrim 250 franga i marrim në Zvicër për një fëmi. Është në rregull ajo, edhe ne nuk e kemi atë mundësi ndoshta me marr, po edhe 50, edhe 10, por nuk ka nevojë që ti bëjmë ato gjana ashtu siç po i bëjnë në momentet kur po ka nevojë për popull. Ato duhet bëhen gradualisht. Ferit vetë një më falë, po ta ndërprej. Po, a është kjo e qartë që to 100 euro si ju dhanë që tash, si ju jepen, a është qartë si po jepen vetëm kuro puna e zgjedhjeve? 100% është ajo që e thu ti, edhe kjo qëndron, por mos habitum një gjë, kanë dhonë edhe për para. Ka dhonë edhe disa qeveri për para, se pikrisht e shfrytëzojnë gjithat ata që e tha Wilsoni më herët, gjithat, por me të vërtet të mirës duhet t'i ndajmë të mirat, të këqijas duhet t'i thojmë të këqija. Dhe kurse si të keqen, mos e përkrahun, po kush do qoftë, mos kapmi vetëm të një emër, mos kapmi vetëm të një lider, mas liderit shkojmë gjithë mas. Ka me të vërtet Kosova, ka njerëz shkollum, ka njerëz akademika, ka njerëz profesora, ka njerëz se pash dikush boni shaka me atë të Mitrovicës, agimin, me Agim Batirin, e pash një shkrim mu zgabofsha dikun, por si do qoftë, nuk do të thot asgjë ajo. Pse? Ne e dim shumë mirë, ne që të jemi, Kosova është shumë e bukur, është shumë e vogël edhe ne nifmi shumë në mes nesh. Me të vërtet ka njerëz shkollum, ka njerëz të edukum, ka njerëz me fakultete, ka njerëz me ata dhe dalin njerëzit me profesione. Problemi kryesor tek ne në Kosovë, në klasën politike është që i merren me lami që nuk janë tyne. Çdo kush duhet i përvillet edhe t'i kapat asaj punës edhe profesionin që e ka vetë. Por sot është bë rana edhe propaganda është bë profesion, është bë politik. Dhe pikrisht aty po gjinden edhe aty po vinë te ato mendimet e tyne dhe po vinë te ata që e kanë cilin për çka po futen edhe të rinë politik. Çka prej politikës po shkon. Edhe fëmija vogël sot po merren me politikë, e lemo tjerat. Kaq. Unë ju falenderoj, a keni me shtu diçka për fond? Për veti jo, unë ju kërkoj falje se zgjata tepër. Ndoshta cens të përgjigjem falenderoj se Lausha në asnjë vend botë, o fjalën perëndim që na jetojmë dhe veprojmë, luksin që e kanë pushtetarët tonë Kosovë, ata e kanë ushqimin pa pare ku të shkojnë, cili kamarier apo shef i restorantit ju merr ministra pare, as të një.
cila shqiptore ku shkojnë bashortet e tyre më blej, apo ata jo merr gruaja ministrit hajt shka ka du shkelja, pa pare krejt. Po cili polic, do më thonë, hierarkit lartë policis, pagu në restorant pare, as të një heq. Jo. Po cili drejtor i shëndetësis, pagu ndikon pare, as të një heq. Po cili prokuror, apo gjyqtar, apo që hinë në restorant dikon pagun pare, as të një heq. Kush i ka fajet? Ne i kemi fajet si jemi shoqëri komplet e degradume. E vërtet. Ka që kisha natën e mirë kur këj falje. Natën e vërtet. mirë, Vilsan, falenderit shumë. Ferida, ki me shtu diçka? Jo, vetëm ndoshta të plotësoj pak, ti thom Vilsonit nuk paguajnë se s'kan rrugat i kanë lënë në fund. Po edhe me kila s'ka rrugë, po Përndet, qëret. Ja, me që merë pensionin. Atëherë, ju falenderoj. Ju Natën e mirë, ju përgëzoj. Natën përndet, qëret, respekt. se laushat përshëndes, lullë natën e mirë. Natën e mirë, Vilsan, kaloni natën e mirë, Fered, vendasa ki me shtu diçka për fund? Unë i ndëgjova gjithat, nuk kam shumë ndëgju me të vazhdu diçka, por unë tham vetëm mos i ngojna rrenat dhe kur me këto rrena e të vendosëm një person të duhur në Kosovë, që i vynë Kosovë si punon për Kosovë. Të përshëndes, natën e mirë. Atëherë të falenderoj shumë vendas, natën e mirë, gjithë mira Inshallah, e veç për respekt nga mirë. jonë. Natën e mirë. Natën e mirë tonë. Të ndëruar dëgjues, pra i kishëm në panel Vilsonin, Cendaushën dhe Ferit Feyzullahun, ku i falenderoj, pra ishin edhe telefonus të fundit për sante. Pra këtu unë ma nuk do të marrë telefonata, këtu do ndahe me juve duke shpresu se kemi kalu qastet e bukura për 2 ore 30 minuta, sa ishëm se bashku, i falenderoj gjithë ata që na telefonun, gjithë ju që na shkruat, gjithë ata që na shiquan dhe dëgjuan. Një strategjitëve juroj një fillim jave të mbar, ata që punojnë punë të palashme, zoti rujtë e ju bekoft, shqiptar të dashur, ku do që jeni, ku jetani dhe punoni. Këtu pëndahem nga unë, mos u largoni të shkaj me disa pika muzikore për t'ju argëtuar dhe për të larguar pak politiken nga mendja juaj. Dhe çka t'ju tham tjetër, vetëm natën e mirë, gjumë tamel, gjumë që jetë mirë beqe dhe miru dhe gjoshim. Nga unë, moderatorja juaj Lule Shabani dhe stafi i Radio Zërit e Lirë në emisionet tona të radhës deri atëherë, ton.